Qoftë lodhur Jezu Krishti. Zgjatëmoni jetës. Besimtar të dashur, vëllezër dhe motra, të përfunduam leximin e fjalës dhe folosisë së Zotit. Në leximin e parë, Pietri del në emër të apostujve dhe ju thot haptazi hebrejve: ju e dënuar dhurusin e jetës, ndërsa e kërkuar kriminalin, hajnin. Këtë gjë Pietrin, ta pyesin Pietrin dhe apostujt, çka na duhet të bëjmë pas kësaj që ka ndodhur? Se Pietri tha, Pilati ishte i gatshëm ta lironte, por ju inzistur, jo atë por Barabën, e kërkuar kriminalin e ndeshkuar atë që është dhurusi i jetës, që është vetë jeta. Kështu bëjmë dhe ne shpesh në jetë. Në jetën tonë e dënojmë Zotin, ose më mirë e dënojmë vetveten, sepse nuk jetojmë sipas hirit Zotit, sipas frymëzimit të fesë e të dashurisë, për bëjmë vdekra të cilat na sjellin dëm, të cilat na sjellin vuajtje, na sjellin vështirësi. Pra, ta pyesim sot vetveten para fjalës së Zotit. A e pyesim ne ndërgjegjën, shpirtin, shenjën tonë, çka më duhet të bëjmë? Dhe Pietri, por edhe apostujt tjerë thanë, pendohuni dhe kthehuni. Janë dy qëndrime jetësore. Pendimi për atë çka nuk ka qenë mirë, për atë që kemi gabuar, apo për lëshimin e shumë veprave të mira që kemi mund t'i bëjmë e si kemi bërë, dhe pas pendimit vjen kthimi, vjen ndryshimi. Ne ungjillin e sotshëm Jezusi bariu i mirë e paraqet vetveten si derë, nëpërmes cilit hin bariu te grigja e vet. Dhe përshkruan se si para ti kanë ardhur njerëzit dhe shpeshherë kanë kërkuar vetveten dhe interesin e tyre e jo të grigjës, kurse Jezusi bariu i mirë thot: unë jam dera, deret e mia e njohin zërin tënd dhe vinë pas meje. Të mendojmë pak në historinë e lavdishme të popullit tonë ilir, arbror dhe shqiptar. Të mendojmë pak sa njerëz gjatë këtyre 2000 vjetëve të krishterimit kanë flijuar gjithçka, edhe vetveten, për të qenë bari të mirë, për të na dhuruar ne fenë, për të ngjallur shpresën e për të ndezur dashurinë. Thash në fillim, shenjti atë Papë Leoni i 14 sot i ka shuguruar disa mështarë në Bazilikën e Shën Pietrit në Romë, dhe ju ka dhënë mundësinë që ata të jenë bari e grigjës së Zotit, që është populli që jemi ju, që jemi gjithë ne. Por për ne shqiptare, sot ka një rëndësi të veçantë zoja e Këshillit të Mirë. Pajtoria e popullit shqiptar. Para 130 viteve, Papa Leoni XIII, papi madh, paraardhësi i Leonit XIV që e kemi sot, e ka kushtuar popullin shqiptar zojës së Këshillit të Mirë. Historia
e zojës së Këshillit të Mirë e figurës e cila gjinet në Gjenazzano afër Romës, është një histori edhe e bukur, edhe tronditse, edhe domethënëse. Në vitin 1467, pra një vit para se të vdiste heroji ynë Imam Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në mënyrë të mrekullueshme prej kishës u shkput kjo figurë, ky portretim, dhe në mënyrë të mrekullueshme kaloi për te detit Adriatik dhe u ndal mbi Gjenazzano. Historia e gojdhana popullore tregon se dy shkodranet shkuan pas zojës dhe arritën atje, dhe edhe sot është tradita në Gjenazzano se pasardhësit e këtyre dy shkodranëve jetojnë atje. Kur populli e pa figurën e zojës në ajër të bartur prej engjëjve, u lodhën dhe figurja e zojës së Këshillit të Mirë zbriti dhe sot e abdik gjinet në Gjenazzano. Papa Imam, miku i popullit të shqiptar, Shën Gjon Pali II, që kemi këtu portretin e tij, ai shtektoi në Shqipëri, u përkull e puthi tokën dheun shqiptar dhe e ktheu kopjen e originalit nga Gjenazzano. E ktheu atë, por a jemi kthyer ne? Zoja e Këshillit të Mirë e ka himnin e saj, ktheu o Zoja e Këshillit të Mirë, populli klidh, populli këndon, populli bërtet, populli vajton, por sa ne me shpirt, me ndjenja dhe me zemër vërtet, jemi bi dhe bijat e Zojës së Këshillit të Mirë. Për s'kemi nevojë të shkojmë larg në Gjenazzano, apo të shkojmë në Shkodër, ku u rindërtua kisha të cilën Papa Dritë Pas Francesku e shpalli bazilik, bazilika e Zojës së Këshillit të Mirë. Gjatë sundimit të egër komunist dhe ateist të Enver Hoxhës në Shqipëri, Dritë Pas i peshku i Zotnik Prela, duke parë rrethanat në cilat jetojmë, vendosi që në klinën e Kosovës të ndërtohet një kishë e cila do t'i kushtohet Zojës së Këshillit të Mirë. Dhe deshti Zotit, mashtruajtjeve të shumta dhe peripecive të lëndëshme që i pati familjetari i atëhershëm Don Francopi, kjo kishë u ndërtua. Dhe sot, derisa ne kremtojmë këtu, i peshpi kremton meshën në klinë, në relat madhëtësat e Zojës së Këshillit të Mirë, se për ne është vit jubilar, 130 vjetori i kushtimit të popullit shqiptar Zojës së Këshillit të Mirë. Gjithë këto rrethana, a na flasin, a na prekin, a na tregojnë dhe dëshmojnë sa dashuri të madhe ka Zoti, ka Virgja Mari për ne. S'kem nevojë të shkojmë as në Gjenazzano, as në Shkodër, as në Klinë. Janë ana jonë, Zoja Cërnagore, ajo e cila kur nuk ka hjek dorë prej nesh. Edhe pse ne shpesh herë me mkat, hjekim dorë prej saj, hjekim dorë prej vetvetes, prej identitetit dhe personalitetit tonë. E kjo do më thonë, ta dish kush je, ta dish përse jeton, dhe ta dish cila është caku apo qëllimi i jetës që është amshimi i lumtur.
Dhash Zoti, ndërmjetësia e zojës së Këshillit mirë, zojës sërnagore nanës tonë, që me të vërtet populli ynë, tik ta kërkojnë e ta gjenjë të vërtetën, e mbi të gjitha ta gjenjë vetë vetën, sepse historia e zojës së Këshillit mirë është një pjesë e dhimbshme dhe e lavdishme e historisë sonë, dhe tregon dhe dëshmon se si Zoti nëpërmjet zojës së Këshillit mirë ka nevojë. Dhe së fundi, a jemi ne bashkëpunëtorët e zojës së Këshillit mirë? A dim, a dom, a mundemi ne ta këshillojmë njëri tjetrin dhe t'jemi këshilltarët e mirë në litanitë e zojës, ndër të tjera hyri edhe titulli i lavdishëm Zoja e Këshillit mirë. Mos e harroni se shpejti të premten do të fillojmë muajin e majit, muajin e zojës. Ejani ta themi së bashku rozarën shajte, të lutem së bashku litaninë e saj, sidomos ta thirrim Zojën nanën tonë të mirë, që të na ndihmojnë, ta njohim, ta duam, ta shërbejmë Zotin në të afërmin tonë në çdo njeri. Prandaj sot keni bërë mirë që keni ardhur, që t'i kushtoheni Zojës së Këshillit mirë, ashtu siç bëri Papa Leoni XIV, i cili krejt popullin shqiptar, pa dallim dhe përjashtim, ja kushtoi Zojës, që t'jemi në durët e saj, që t'jemi në prehnin e saj, që t'jemi në zemrën e saj, e mbi të gjitha që ta duam Zotin ashtu si ajo e ka dashur dhe shërbyer. Amen. Qoftë ndërtuar